Përshëndetje Nisida. Zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjetikës zonja Belinda Balluku pritej që ditën e sotme të paraqitej në ambientet e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e shoqëruar nga një avokat, sepse prokurorët përmes një fletëthirje të dërguar të martën e javës që lan pas e kishin informuar atë se është zyrtarisht personën hetim e se duhet i përgjigje fletëthirjes me qëllim që të komunikohej akuza zyrtare e shkeljes së barazisë në tendera. Deri në këto momente që ne po realizojmë këtë lidhje live së bashku, zonja Balluku nuk është parë të hyjë në ambientet e prokurorisë së posaçme e burimet thonë se ajo ka shumë mundësi të mos paraqitet ditën e sotme, përderisa ka pretenduar se ka një aktivitet jashtë vendit, pra për shkak të funksionit të saj si ministre e infrastrukturës dhe energjetikës. Në kushtet kur një funksionar i lartë shtetëror ka aktivitete të paracaktuara të kësaj natyre, prokurorët e posaçëm janë të detyruar të firmosin një tjetër fletëthirje dhe ta bëjnë me dije datën se kur zonja Balluku do duhet të paraqitet sërish në praninë e avokatit. Deri në këto momente, News 24 nuk e ka datën se kur është bërë me dije zonjës Balluku të paraqitet për t'ju komunikuar akuza, por ajo çfarë dihet është që sipas ligjit, nëse zonja Balluku do të refuzojë sërish për të paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme, atëherë ligji parashikon që prokurorët mund ta therrasin atë me forcë, pra përmes detyrimit me forcë nga policia dhe t'i komunikojnë akuzën. Sipas të dhënave të bëra publike deri në këto momente, zonja Belinda Balluku është zyrtarisht në hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera që lidhet me tunelin e Llogaras dhe hetimet kanë derivuar nga një dosje tjetër dhe konkretisht nga dosja e Evis Berberit. Në vitin 2024, në pranverën e këtij viti më saktë të 2024-s, u arrestua Evis Berberi në ndyshimet për disa vepra penale, ku më e rënda ishte ajo e korrupsionit. Gjatë kontrolleve në banesën e ish-kreut të autoritetit rrugor shqiptar, prokurorët sekuestruan disa celular, përfshirë celularin e zotit Evis Berberi, të bashortes së tij, por edhe celular që ishin përdorur më herët nga çifti Berberi. Gjatë kthyrjes dhe zbërthimit të këtyre celularëve, prokurorët pretendojnë se janë gjetur të dhëna që implikojnë zonjën Balluku në veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera, të paktën deri në këto momente, sepse hetimet mund të nxjerrin të dhëna të tjera, të cilat përsa kohë janë duke vijuar. Nga ana tjetër, ditët e fundit hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe konkretisht 3 hetues të cilët punojnë me prokurorin e posaçëm Dritan Prençi janë duke vijuar kontrollet në banesat e disa bashkëpunëtorëve të ngushta të zonjës Balluku e po ashtu janë duke bërë zbërthimin e celularëve, por edhe të pajisjeve të tjera që janë sekuestruar gjatë këtyre kontrolleve. Edhe pse zyrtarisht prokuroria e posaçme deri në këto momente nuk ka reaguar, burimet bëjnë me dije se ka edhe të tjerë zyrtarë të lartë dhe ish-zyrtarë të cilët janë nën hetim e pritet tu komunikohen akuzat, megjithatë, emrat e tyre deri më tani nuk janë bërë publik. Por në momentin që zonjës Balluku do t'i komunikohet akuza, SPAK do të ketë edhe një njoftim zyrtar në lidhje me këtë çështje.